Autoriteti rrugor shqiptar, Drejtoria e Rajonit Qendërlindje, ka marrë masat për përballimin e sezonit të dimrit në të gjitha akset rrugore. Strukturat e autoritetit rrugor kanë kryer kontrolle të detajuara mbi gatishmërinë e mjeteve borpastruese, funksionimin e pajisjeve ndihmëse dhe verifikimin e kontraktorëve që mbulojnë mirëmbajtjen dimrore. Qëllimi është që çdo mjet të jetë në gatishmëri të plotë për t'u angazhuar menjëherë në rast të rreshjesh bore, ngricash apo situatave të tjera të vështira atmosferike. Drejtoria e Rajonit Qendërlindje Korçë mbulon një rrjet rrugor me një gjatësi 550 km, ku i gjithë është në kushtet e mirëmbajtjeve dimërore. Aktualisht janë 9 kontrata të lidhura, ku secila kontratë ka përgjegjësinë e vet, akset rrugore në dispozicion dhe për çdo kontratë janë adoptuar programet e punës. Në total janë rreth 34 borpastruese, 15 kamiona, 13 kamionçina dhe një fuqi punëtore prej 150 vetësh. Autoriteti rrugor shqiptar ka siguruar gjithashtu sasinë e nevojshme të kripës dhe materialeve inerte, të cilat do të përdoren për trajtimin e akseve të rrezikshme dhe parandalimin e ngricave. Të magazinuara kemi rreth 900 ton krip dhe 350 metro kub granile. Kjo sasi kripe dhe granile në bazë disa raporteve të përcaktuara përdoret në rastet e kriposeve, trajtimit të rrugëve si në ditët me rreshtë dhe bore, ashtu edhe në ditët me ngrica. Zhamo bën të ditur se janë në bashkëpunim të vazhdueshëm me policinë rrugore dhe strukturat vendore, me qëllim sigurimin e lëvizjes së qetë dhe të sigurt për të gjithë përdoruesit e rrugës gjatë muajve të ftohtë.